Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, mëshira e tij shoqë të dashur në të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si edhe mbi gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Alhamdulillah që Zoti po na mundson agjërimin e këtyre ditëve dhe alhamdulillah që Zoti po na mundson që të vim në këto net të fundit të Ramazanit për të dëgjuar Kur'an, për të bërë lutje, për të bërë dua, me shpresën e madhe që Zoti do të na pranojë, dhe me shpresën e madhe që do të arrijmë vlerën, mirësinë e thesarit të këtyre 10 netëve të fundit, që faktikisht këtë viti bie të jenë 9, sepse është 29, natën e Kadrit. Allahu lusi të arrijmë mirësinë e saj dhe bekimin e saj. Kemi lexuar sot nga suratu Al-Ahzab dhe nga suratu As-Saba. Dhe faktikisht qefi është më ndar çdo 2-3 ajete. Vallai për Zotin. Por nuk është koha për shtashme më ndar aq shumë në ajetet që u lexoj. Faktikisht suratu Al-Ahzab është një sure që ka momente shumë interesante për mundar. Në këto momente interesante që mund të ndalet me ju në surën Al-Ahzab, se Zoti i Madh, Allahu, në një moment tregon një mirësi dhe një begatit të madhe për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, kur thot ajeti që ne përthuese e tim shumë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. E përkthyer në gjuhën shqipe, Allahu e ka bekuar profetin. Me lajket lutën për profetin që Zoti ta bekojë. O ju që keni besuar, për ne bëhet fjalë, edhe ju lutuni për profetin tuaj që Zoti ta bekojë. Çka ka këtu interesante? Interesante këtu është se në Islam lutet vetëm Allahu. As profeti, edhe profeti, ne lutemi edhe për profetin. Jo me ju lut profetin. Allahu na thot neve lutuni për profetin. Subhanallah. Do me thënë, në Islam përjashtohet çdo kush dhe kush do qoftë që ti kushtohet atij apo ti dedikohet në një lutje apo adhurim apo përkushtim. Puna jonë është vetëm e Zotit. Ne kemi punë vetëm me Zotin. Madje pas profetit Muhammed nuk i lutemi as profetit Muhammed. Madje ne lutemi për profetin Muhammed. Çfarë themi? Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammed. Ne lutemi profetin. Pa mira, ka nevojë profeti që të lutemi ne për të? Jo, vallai s'ka nevojë. Po ç'është kjo lutje pra? Adhurim forma adhurimi për Zotin. Siç adhurojmë Zotin me agjërim, siç adhurojmë Zotin me namaz, siç adhurojmë Zotin me zakat, një nga format e adhurimit Allahut është të lutemi për profetin tonë, sallallahu alaihi wasallam, se përndryshe ai e ka marrë garancinë, ai e ka marrë, se të thënë lajmin, se është prej xhenet lidhë dhe shkallë më të lartë të xhenetit. Mirë, s'ka marrë. Gjëhet që thotë. Allahu tani flet për muslimanët. Ai sa jeti për pejgamberin alayhis salam. Gjëhet që thotë Allahu për ne muslimanë. Thot Zoti: "Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima." Allahu është ai i cili i ka bekuar besimtarët. Me lajket lutën që Allahu t'i bekojnë besimtarët. Dhe lutën vazhdimisht që Zoti, pra me lajket lutën, që Zoti t'i nxjerrë besimtarët nga errësira në dritë.
Të nëshim që ka thonë Allahu për pejgamberin, Allahu e ka bekuar profetin e tij. Që ka thonë për besimtarët, Allahu i ka bekuar besimtarët. Që ka thonë Allahu për pejgamberin, me lajket lutën për pejgamberin. Që ka thonë Allahu për besimtarët, me lajket lutën për besimtarët. Allahu akbar. Subhanallah. Çaja ka thonë Zoti Muhammed alayhis salam ka thonë dhe ne. Madje mrekullia më e veçantë që ka pas pejgamberi sa ka pas 300 mrekullia përsisht. 300 mrekulli. Më e veçanta ndër këto mrekulli të pejgamberit sa kush ka qenë dhe cila ka qenë? Kurani. Apo Kurani ka qenë mrekullia më e veçantë të pejgamberit sa. Ka thënë pejgamberi sa çdo profeti Allahu i ka dhënë mrekulli të atilla që t'jenë sfidantë dhe mrekulli për popullin që njerëzit besojnë. Ndërsa mua Allahu si mrekulli dhe sfidë më ka dhënë Kur'anin, dhe unë besoj se do t'jenë profeti që do t'jenë më shumë djegës ditën e Kiametit. Okej. Nëse sot do ta gjeshim shkopin e Musait alayhis salam, a mund të funksionojë siç ka funksionuar në dorën e Musait, po ta kemi në dorë sot? Jo. Isa alayhis salam ka shëruar lebrozët, ka gjallë të degujt me lejen e Zotit, jo se kishte nga vetë vetë punë, por Zoti e bota këtë mrekulli. Mund ta bëjmë më kush këtë punë sot? Vdiq Isa alayhis salam. Tani nuk ka vdekë, është qiell, po kur vdesi Isa alayhis salam. Mund ta bëjmë më kush këtë punë? Jo, se ka vdekur profeti që është dhënë mrekullia. Në rastin ton, mrekullia e Kuranit ku ti është dhënë? Pejgamberi alayhis salam. Mrekullia e Kuranit ku është tani? Në duart tona, në mendjet tona, në zemrat tona. Kupton çfarë përzgjedhje ka bërë Allahu për ne apo? Alhamdulillah. Sura Al-Ahzab ka momente shumë interesante, po ajo që më ka tërhequr shumë, gjithashtu Sura Al-Ahzab, dhe këtë do ta pyesë, thash, janë shumë gjëra vallahi bile për Zotin. Janë shumë gjëra Sura Al-Ahzab. Përsa Allahu Xhelalu në Surën Ahzab o vëllezër dhe motra, shumë shpesh ka përmendur dy emra të tij të mëdhenj, Ghafur edhe Rahim, falësi, mëshiruesi. Këto dy emra o vëllezër dhe motra, a do të funksionojnë po mos ishim ne gjunafqar, po mos ishim ne mëkatar, këtë do të falte Zoti. Kështu që ne gjunafet tona dhe mëkatet tona kanë aty mrena, kanë brenda atyre urtësinë e vet. E cila është urtësia? Thyrja e njeriu, thyrja, përgjërimi. Si thot fjala popullore, me dal vetja prej qefit. Kur bën gjunafe, të del vetja prej qefit. Por çfarë punon? Pse bën gjunafe? E kur muslimani dhe besimtari bën gjunafe, i del vetja prej qefit, i duhet vetja shumë i ulët. S'ka arsye pse bën gjunafe. S'ka arsye, asnjëri për nesh vallai të për Zotin nuk ka arsye me bën gjunafe. Dhe nuk është gjunafe vëllezër vetëm me hëngur mishderi apo me pi alkool. Gjunafi më i madh që mund bëjë njëri për nesh është i iki namazit pa fal. Gjunafi më i madh që mund bëjë njëri për nesh është që akoma edhe pse mund të ketë kaq vite, 300 vjet, 500 vjet që agjiron Ramazanin, akoma s'ka arrit fali 5 vakte. Ky është gjunafi i madh vëllezër. Pasha Allahu derri, alkooli, këto masi gjon, pasha Allahu, është not Ramazani, dhe unë betohem duke qenë i sigurt në atë që them, pasha Allahu, pasha Allahu, pasha Allahu, asë një lloj gjunofi, përveç shirkut, nuk mund krahasohet me gjunofin e mosfaljes namazit. Prandaj, t'i japim besën Zotit, kush ka probleme me namazin, që me namazin toleranca tjetë zero. Kapet gjitha e burë, ore puna kapet, e kjo kapet, e gjitha kapet, pasha Allahu, të gjitha kapet. Amo po t'i kjo namazin s'kapet, po më dhe. Po t'i ku sabau s'kapet, no.
Po ti ku të rega s'kapët mo, po ti ku i këndia nuk kapët mo, po ti ku akshomi s'kapët mo, po ti ku jacia nuk kapët mo. Kështu që të rregullim problemin tonë kryesor që kemi problem me namazin. E kush është në rregull me namazin, të merret edhe me gjëra të tjera të ta përmirësojë veten e tij, sepse ne jemi mëkatarë të gjinofqar, e Zoti na ka njoftuar se është falës dhe i mëshirshëm, nuk ka dyshim, edhe për këtë fjali du ta mbyll, nuk ka dyshim se sa to të mëdhaja qofshin mëkatet dhe gjunahet tona, mëshira e Allahut dhe falja e tij është më e alhamdulillah. Ne pranojmë nga sot dhe pranojmë po vim në këtë net, e pranojmë po agjërojmë se besojmë se mëshira e Madhit Zot është më e madhe se sa gjunahet tona dhe mëkatet tona, si kur të lidheshin gjitha gjunahet tona me i vend, jo tona të vetëm, po të gjithë njerëzimit, e gjinëve, gjithë si kur gjitha gjunahet tona të lidheshin me i vend, vallaj, bidaj, pasha Allahun, nuk janë përpara mëshirës Allahut dhe faljes tij, vetëm se si një fije floku përballë universit. A mund krahasohet një fije floku me universin? S'mund krahasohet. Edhe gjunahet tona për Allahun mëshirë. Thjesht ne duhet të kërkojmë faljen Zotit, thjesht ne duhet ta kuptojmë që se jemi aty ku duhet, e kjo thyrja jonë është gjëja më e dashur për Allahun të lakë. Kjo keqardhje si ne, e ajo që tash më vrojnë, kjo e dalë me vetës për qefit si ne përjetojmë kur ja fusit kot me gjinovet që bëjmë, është më e dashur të Allahu të xhelalu se çdo gjë tjetër. Zoti na zgjoft ndjenjën e reflektimit mbrëmshëm. Amin. Zoti